Në kuadër të projektit Një Nxënës Një Fidan, në oborin e shkollës 2 dëshmorët në Sheremet, është realizuar aktiviteti mbjelljes së fidaneve frutore, si moll, kumbulla, pjeshk, ara, vishnje dhe dardha. Teuta Haxhiu, drejtoreshe e institucionit, tha se realizimi është bërë nga nxënësit në koordinim me mësimdhënësit dhe se synimi i projektit ka qenë krijimi i një klime pozitive dhe i një ambienti të këndshëm. Në fakt, realizimi i projektit është bërë prej nxënësve, mësimdhënësve, po dhe komunitetit, prindrit. Është projekti Një Fidan Një Nxënës. Ideja ka qenë bazuar në planin që kanë mësimdhënësit, planin vjetor, po gjithsesi edhe duke pa që tani ma është koha e mbjelljes së fidaneve, na kemi dashur ta kemi një ambient shëndosh, një ambient ku mund të mbjellim fidane dhe fidanet i shohim si frutat të cilat e vjelin nesër mas nesër nxënësit e kësaj shkolle. Pra, ideja është ta kemi një ambient të mirë, një ambient tërherës, një klimë pozitive, sepse ambienti jashtëm unë mendoj që është e para pamje që reflekton në brendësinë brenda objektit. Nëse ambienti është i rregulluar mirë, nëse është tërherës, nëse janë ngjyrat, nëse janë frutet, edhe për fëmijët është shumë e mirë, edhe për komunitetin. Haxhiu shtoi se nuk ka munguar as kontributi i kolektivit të shkollës si dhe komunitetit, të cilët janë çdo herë të gatshëm për të ndihmuar. Tham edhe një herë me përgjegjësi të plot, unë jam e fat që kam një kolektiv të mrekullueshëm, po mbi gjitha që kam një komunitet i cili vetëm një ide jona, më një herë jo vetëm që na përkrahin, por janë pjesë e mbjelljes së fidaneve ishin pra, kemi mbjell një numër të fidaneve, pra janë ekspertet, mësimdhënësit biolog, po edhe kemi komunikuar edhe me ekspert për cilësinë e frutave, në fakt moll, dardh, kush bëhet në këtë pjesë, në këtë tokë tonën, dhe uroj që gjithmonë nxënësit ta kenë parasysh dhe jam shumë e sigurt që ata do të kujdesin. Ideja ka qenë që unë të vendos edhe emrat e tyre, ndërkohë do të vendosim edhe emrat e klasave të nxënësve nëpër fidane, në mënyrë që ata kur dalin këtë pjesë, ta dinë që i kanë fidanet e veta dhe do të kujdesen për to. Mësimdhënësi Isa Beqiraj tha se duke filluar nga ideja e drejtoreshës, së bashku me nxënësit të cilët janë pjesë edhe të klubit të Gjelbër, është zhvilluar ky plantacion. Ideja ka qenë e drejtoreshës. Ne kemi mbështet, ne jemi grupi të Gjelbër në shkollë, për arsimtarëve, së bashku me nxënësat e shkollës. Edhe siç përshini terrenin, e kemi bërë nivelizimin, sepse këtu ka pas pisha, i kemi hek, edhe kemi menduar me bërë plantacion të vogël. Kemi shku, kemi marrë fidanet e reja, të cilësisë të mirë, kemi marrë llojet mollave, dardhave, kemi marrë kumlla, edhe llojet tjera, domethënë pjeshke, bojlija, gjitha kapak, po shumica janë këtu. Këtu është përfshirë, këtu janë më me shumicë. Edhe na kanë ndihmuar vjen me cek edhe komuniteti. Kanë ardhur në hapjen e grupave, kanë po plan organik që përfshini edhe nxënësat, kështu që mendoj se ka qenë mirë. Ka një aksion shumë i mirë edhe i pëlqyeshëm prej komunitetit. Ndërkaq nxënësi Ledri Haxha tha se për krijimin e plantacionit kanë punuar sa kanë pas mundësi, gjithmonë duke u konsultuar me mësimdhënësit. Këtu e kemi bërë një Gjelbër me cili e kemi përgatitur me mësues, me mësimdhënës dhe me grupin e Gjelbër, të cilin na kanë ndihmuar drejtoresha. Dhe këtu na ka pëlqyer shumë mirë dhe kemi punuar për çdo ditë. Jo për çdo ditë, por sa herë kemi mujtur. Nga aty u tha se projektet e tilla janë gjithmonë të mirëpritura, nga se të njëjtat kontribuojnë në një ambient të përshtatshëm dhe obor mbretëlënës për të gjithë.